Refuzoi të dëshmoj për Epstein. Kongresi Amerikan kërkon shpalljen fajtor të Bill Clinton për shpërfillje. Komiteti mbikëqyrës i dhomës përfaqësuese i udhëhequr nga republikanët njoftoi të martën se do të kërkojë shpalljen fajtor të ish-presidentit Bill Clinton për shpërfillje të Kongresit, pasi ai nuk u paraqit për të dëshmuar në hetim që lidhet me autorin e dënuar të krimeve seksuale Jeffrey Epstein. Kryetari i komitetit James Comer, kongresmen republikan nga Kentucky, deklaroi se për shkak të mos paraqitjes së Clinton në përgjigje të thirrjes së tij të ligjshme, e cila ishte votuar sërish në mënyrë unanime dhe dypartijake, komiteti do të vazhdojë javën e ardhshme me procedurat për të akuzuar ish-presidentin për shpërfillje të Kongresit. Komiteti kishte planifikuar që Bill Clinton të dëshmonte të martën në mëngjes, ndërsa dëshmia e ish-sekretares së shtetit Hillary Clinton ishte planifikuar për të mërkurën sipas raportimit të NBC-s. Në një letër 8 faqe drejtuar Comer, Bill dhe Hillary Clinton njoftuan se nuk kishin ndërmend të paraqiteshin për të dëshmuar. Në letër ata shkruajnë se çdo person duhet vendos kur ka parë mjaftueshëm ose kur ka arritur limitin e tij dhe është gati të luftojë për këtë vend, parimet dhe popullin e tij pavarësisht pasojave, duke shtuar se për ne ky është momenti. Thirrjet në gjyq u lëshua në kuadër të hetimit komisionit mbi marrëdhënien e ish-presidentit Clinton me Jeffrey Epstein. Dëshmit ishin planifikuar fillimisht për tetorin e kaluar, por u shtyn 2 herë. Ndër mira dokumenta që lidhen me Epstein që u publikuan nga Departamenti i Drejtësisë në dhjetor, përfshihen edhe disa fotografi të Bill Clinton. Ai kishte udhëtuar me aeroplanin e Epstein në fillim të viteve 2000 përpara se Epstein të akuzojë për krime seksuale. Bill Clinton ka mohuar çdo shkelje, duke deklaruar se nuk kishte dieni për krimet e Epstein dhe se i kishte ndërprerë marrëdhëniet me të përpara se miliarderi të akuzohej në vitin 2006 për marrëdhënie seksuale me një të mitur.